Klodi, si po ndjesh si finalisti I 4? Mirë. Por jo shumë mirë. Pak e pritshme, po si do që t'jetë javë të fundit, po si ka shku nominimet e finalistëve pak u kuptu. Po si po ndjesh ti? Jo, mirë. Ç'është mundi? Çfarë mendon se të pret jashtë? Dhe Ty bejdin se kam. çfarë planesh ke? Plane me kap çdo mundësi që vjen, me shfrytzu çdo rast e veç me vazhdu. Me ndjek ëndrat e mia, Do qëndrosh këtu, Klodi? do më shumë. Shpirë që do qëndrosh më shumë në shqiptari, në trevat shqiptare, ndërsa ëndrat e tua cilat janë ato, për me ndjek? S'flasim. Flasim shumë. Flasim? Mirë. Mos folë shumë, ja pra një qek për 10.000 euro. Faleminderit shumë, Klodi, që ke qenë. E di sa ka qenë sfidë për ty me qenë pjesë e ti sezonit të Big Brother, por më në fund ja ke dalë dhe ne jemi shumë krenar që të kemi pasë. Pa tjetër. Këtu. Ti.